Plan 30 ditor mësimi trading online. Java një bazat absolute. Dita 3 intervalet kohore. Në ditën 3 mësoni nga konceptet më vendimtare në trading, intervalet kohore ose time frames. Shumë humbje në trading nuk vi nga analiza e gabuar, por nga zgjedhja e gabuar e intervalit kohor. Kjo ditë të mëson të shohësh tregun nga këndështrimi i duhur. Çfarë janë intervalet kohore? Intervali kohor tregon sa kohë përfaqëson një qiri në grafik. Në një orë, çdo qiri tregon lëvizjen e çmimit për një orën 4x4 orë, çdo qiri tregon lëvizjen për 4 orë ndaj ditor, çdo qiri përfaqëson një ditë të plot tregtimi. Ndryshon vetëm kohëzgjatja, por sjellja e tregut ndryshon ndjeshëm. Pse intervalet kohore janë kaq të rëndësishme? Tregu nuk sillet njësoj në çdo interval kohor. Intervalet e ulëta më shumë zhurmë, më shumë emocione, intervalet e lartë më shumë qartësi, më pak manipulim. Shumë fillestar humbasin sepse shikojnë trend rritës në dajly hapin trade kundër trendit në 5 minuta. Ky konflikt krijon konfuzion dhe humbje. 3. Analiza e intervaleve kryesore. Intervali një orësh. Karakteristika. Lëvizje të shpejta, shumë sinjale, por edhe shumë sinjale false, ndikimi i madh i lajmeve. Përdoret për entry të saktë, konfirmim të sinjaleve. Jo i rekomanduar për fillestar pa përvojë. 4 intervali 4 orësh. Karakteristika. Balans me shpejtësisë dhe qartësisë më pak zhurmë se një sinjale më të besueshme. Përdoret për sync trading, analizë serioze të tregut. Ky është intervali më i përshtatshëm për fillestar. Si intervali ditor. Karakteristika. Pamje e përgjithshme e tregut, trendet janë më të qarta, sinjale shumë të forta. Përdoret për përcaktimin e drejtimit kryesor, vendime strategjike. Ky interval është busulla e tregtarit. 4. Si ndryshon sjellja e çmimit nga një interval në tjetrin. E njëjta lëvizje. Në 1 duket si kaos, në 4 duket si korrigjim, interval ditor duket si trend i pastër. Prandaj, mos merr vendime pa parë intervalin ditor, mos u frikson nga lëvizjet e vogla në intervalet ulta. 5. Si përdoren intervalet bashk, analizë shumë fisht. Një metodë e thjeshtë dhe efektive. Interval ditor, drejtimi kryesor 4, struktura dhe zonat, një hyrje në trade. Kjo quhet analizë nga lart poshtë, është bazë e tradingut profesional. 6. Praktik në TradingView, ushtrimi detyrueshëm. Hapi 1. Hap TradingView dhe zgjidh një instrument. Ras DSDH për 500 Bitcoin. Hapi 2. Ndrysho intervalet. Interval ditor 4 orësh, 1 orësh. Hapi 3. Vëzhgo. Si ndryshon trendi, si ndryshon forma e qirinit, ku ka më shumë qartësi. Hapi 4. Shkruaj. Çfarë shen interval ditor, çfarë shen 4 orësh, çfarë shen 1 orësh. Pa parashikime. Vetëm vëzhgim. 7. Gabime të shpeshta në ditën 3. Tregtim vetëm në intervalet ulta, injorimi i intervalit ditor, ndryshimi shpesh i intervaleve nga frika, vendime emocionale. 8. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 3. Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh çfarë është intervali kohor, dallosh ndryshimin e sjelljes së çmimit, përdorësh më shumë se një interval, mos ngatërohesh nga lëvizjet e vogla. Përfundim. Tregu nuk gënjen, por intervali i gabuar të mashtron. Kush mëson të zgjedhë intervalin e duhur, ka hedhur një hap të madh drejt tradingut profesional. Nëse dëshiron, mund të vazhdojë me Dita 4, mbështetje dhe rezistencë.